Milident, ordinanca stomatologjike që përdor teknologji moderne. Trajtime të shpejta, rezultate perfekte. Staf profesionist që përkujdeset për ty në çdo herë. Milident ka ndërtuar reputacionin e saj mbi profesionalizmin, përkushtimin dhe kujdesin ndaj pacientit. Buzëqesh më shumë, ndihu më mirë. Mos prit më, Milident të jep atë që kërkon, shpejtësi dhe cilësi. Milident, buzëqeshja juaj, pasioni ynë. Gjërave të mira ju vjen funde shumë shpejt. Uroj shpresoj që na me shumë dashni po i përgatitëm ato intervista. Inshallah kam mbri në të njëjtën energji pozitive edhe tek ju miqtemi të dashur të Nxon. Deri të premten tjetër ju e keni rubrikën e fundit për sonte. E bye bye, shihemi të premten që vjen. 10 mban emrin Prurja më e re nga Gresa. Ky projekt u shoqërua dhe me videoklip nga Avenue TV. Tekstin e së cilës e ka shkruar vetë Gresa, kurse për miksimin dhe masterizimin u përkujdes Nolly. Një ndër emrat më të komentuar të kohëve të fundit bëhet fjalë për Kristen, i cili gjatë kësaj jave solle ndash dridhe ndash tunde. Tekstin e së cilës e ka shkruar vetë ai, e që bëri dhe muzikën bashkë me Edmond Xhulale. Ana vizuale u punua nga Nilor Film. Pak e sak u publikua nga dyshja Olsi Bylyku dhe Ernim Ibrahimi, me tekst dhe muzikë nga vetë këngëtarët. Producent është Alex Gjompalaj, kurse ana vizuale u realizua nga MVC Production. Eli Malaj plesoi Festa, tekstin e së cilës e ka shkruar Ivan, e që e krijoi dhe idenë. Ky projekt mban bulën e producentit të njohur shqiptar Nyrtel, kurse për anën vizuale u përkujdes Time Pictures. Leonard Gashi publikoi Love, tekstin e këtij projekti ka shkruar Elinel, ndërsa për muzikën u përkujdes producenti Cricket, i cili bëri muzikën dhe masterizimin. Ana vizuale u realizua nga Mars. Bardha Arifa gjatë kësaj jave plesoi në treg një balad të ndjeshme që mban titullin Nëna ime. Teksti u shkruan nga Sami Aliu dhe muzika nga Emin Aliu. Për orkestrimin u përkujdes Sabri Meçe, kurse ana vizuale u realizua nga Reçi Films. Sardi Mneri dhe Nora Istrefi publikuan një duet që mban titullin Mëkati jam. Tekstin e së cilës e ka shkruar Dejzo, e për muzikën u përkujdes vetë Sardi në Monkey Music. Ana vizuale u realizua nga Sken Video. Buonasera mban titullin Prurja më e re Black, tekstin e së cilës e ka shkruar vetë ai. Për bitin dhe muzikën u përkujdes Florian Salihu, kurse ana vizuale u punua nga Dardan Ferrati.
Leni kit lafet se kërkun një nuk veni, se po boni gangstera vesh kur kokje po pen. Të kalojmë tani tek paralajmërimet për këngë të reja. E nisi me Albina Kelmendi, cila përmes rrjetit social Instagram ka zbuluar se gjendet në studio këto ditë. Ajo po punon intensivisht në jo një, por në disa projekte të reja. Të kam përdor, sa të lumtur që të dy